Vlen përshëndet vizitën e presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa në Shkup dhe vlerëson si një konfirmim të rëndësishëm të perspektivës europiane të Maqedonisë së Veriut, thuhet në komunikatën e kësaj partie. Integrimi në Bashkimin Evropian është përcaktimi ynë strategjik dhe aspirat e gjeneratave të tëra. Vizita e presidentit Costa është inkurajim për të vazhduar me përkushtim reformat dhe proceset që afrojnë vendin me familjen evropiane. Në këtë drejtim, Vlen do të vazhdojë të jap kontributin e vet institucional përmes zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit për çështje evropiane Bekim Sali, duke e mbajtur agjendën reformuese në qendër të procesit euro-integrues. Përndryshe mendojnë nga ASH-ja, sipas tyre deklarata e presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa ishte e qartë, drejt për drejt dhe pa hapësirë për interpretime partijake. Ajo që është dakorduar duhet të realizohet, as më shumë dhe as më pak. Me këtë qendrim, Brukseli i arrëzoi qeverisë të gjitha arsyetimet e prodhuara për konsum të brendshëm dhe i nxori në pa dështimin politik koalicionit Vlen, i cili hyri në qeveri me premtimin se ndryshimet kushtetuese do të bëheshin në 6 mujorin e parë. Aleanca për shqiptarët kërkon që Vlen më njëherë të kthehet marrëveshjes bazë dhe të kërkojë nisjen e procedurës për ndryshimet kushtetuese. Shqiptarët nuk votuan që përfaqësuesit e tyre të bëhen buroj e bllokadës, as dekor i një qeverie që po e mban vendin larg Bashkimit Evropian. Miratimi i ndryshimeve kushtetuese mbetet mënyra e vetme që formalisht të nisë negociatat aderuese për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, ishte mesazhi i qartë nga Shkupi i presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa. A mund Këshilli Evropian të miratojë konkluzione ku të thuhet se Maqedonia e Veriut ka përmbushur atë që është zëtuar të përmbush në vitin 2022 dhe më pas të hapim formalisht negociatat? Unë dëshiroj që sa më shpejt Këshilli Evropian të ketë kushtet për të marrë një vendim të tillë, por kjo varet nga Maqedonia e Veriut që të bëjë atë që e ka pranuar në vitin 2022. Kryeministri Hristian Mickovski pas takimit me Kostën deklaroi se vendi mbetet fuqishëm i përkushtuar ndaj rrugës europiane, por se për këtë nevojitet më shumë siguri, më shumë leadership, qartësi dhe besim nga ana e Bashkimit Evropian. Ne barame privilegji, ne barame olesneti pravila. Nuk kërkojmë privilegje, nuk kërkojmë rregulla më të lehta, nuk kërkojmë diçka që nuk u takon edhe të tjerëve. Kërkojmë parime dhe natyrisht një proces të besueshëm dhe të parashikueshëm. Kërkojmë një proces në të cilin reformat, puna, meritat dhe obligimet e përmbushura do të vlerësohen realisht. Lidhur me pyetjen nëse është i drejtë propozimi i kancelarit gjerman Friedrich Merz që për të përshpejtuar zgjerimin Ukrainës të jepet antarësim asociativ, ndërsa vendet e Ballkanit Perëndimor statusi i vëzhguesve të privilegjuar, çështje për të cilën do të diskutohet në samitin e Bashkimit Evropian të Ballkanit Perëndimor pas 3 ditësh në Malin e Zi. Costa u shpreh se sipas tij, një propozim i tillë është bërë sepse procesi i antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor është më i lehtë se sa ai i Ukrainës dhe për këto vende nuk ka nevojë të krijohen zgjidhje të reja.